Të gjitha falendrimet, lavdrimet, madhrimet I takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen e tij edhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të respektuar, një prej ibadeteve që preferohet ta praktikojmë në këtë muaj të bekuar është përmendja e Zotit Xheleshanuhu. Sa më tepër që e përmendim Zotin Xheleshanuhu, aq më tepër tregojmë në praktikë se e duana dhe kërkojmë mëshirën dhe faljen e Tij. Në shumë ajete kuranore, Zoti Xheleshanuhu e kushtëzon përmendjen e Zotit që të jetë shumë herë. Me një ajet kuranor, Allahu I madhruar I cilëson munafikët se janë njerëz të cilët shumë pak e përmendin Zotin Xheleshanuhu. Do në të thotë kjo ajet kuranor neve na bën me dije se nuk paramendohet edhe të jesh besimtar, musliman, edhe mos e përmendi Zotin Xheleshanuhu. Nga se munafikët si të tillë edhe ata e përmendin Zotin, por pak. E besimtari I mirë dhe I sinqert e përmend Zotin Xheleshanuhu shumë. Dhe kur Zoti I madhruar cek disa cilësi të besimtarve, në fund të këtij ajeti kuranor e cek وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, dhe ata të cilët e përmendin Zotin shumë, prej burrave dhe prej grave nga muslimanët, e adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allahu Xheleshanuhu për ta ka përgatitur magfiret dhe shpërblime të mëdha. Një ditë Muhamedi alayhi salam ju drejtohet shokëve të vet duke ju thënë sabaqal mufarridun. Qalu wa ma al mufarridun ya Rasul Allah? Qalu adh-dhakirin Allah kathiran. Që në përkthim do të thotë janë të dalluar të vetmit. E I thuan të dashurit të Allahut se kush janë këta të vetëm ja Rasul Allah? A I thëtë ata të cilët e përmendin Zotin Xheleshanuhu shumë. Pra në këtë muaj të bekuar ne jemi në garim. Garojmë se kush do arrijë më shumë vepra të bëje. E dini se kur njerëzit dalin në garë apo në maraton, janë me qindra, më thëmë me mija, por 3 prej tyre dalën që marrin medalje. Dhe prandaj pejgamberi I Zotit përmes këtij hadisi madhështor na tregon neve se vetëm një numër I vogël I njerëzve do të jenë garues me plot kuptimin e fjalës. Janë të dalluar ata të cilët e përmendin Zotin Xheleshanuhu shumë. Prandaj e lutim Allahun e madhruar që na boje prej besimtarve që vërtet I kemi gojat tona të lagura me përmendjen e Zotit Xheleshanuhu. I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë ju drejtua shokëve të vet duke ju thënë përmendeni Zotin te çdo gur dhe drum. Kemi dëgjuar që ka pas njerëz të cilët kanë dëgjuar se filan vendin, filan mali ka pesare prej ari ose argjendi, dhe me ditë më thëmë me mu të tërë kanë shkuar, kanë dërmuar në ato vende që të gjejnë pasuri. Dallimi I mirësive të dunjas në krahasim me ahiretin është si toka me qiejt. Njeriu është në gjendje të gërmoje me ditë të tëra që të gjejë ndonjë pasuri nga kjo dunja. E I dashuri Allahu thotë se pasuria më e madhe për ju është përmes përmendjes së Zotit Xheleshanuhu. Prandaj kjo këshill le të mbetet një mësim I shkëlqyeshëm në veçanti në 10 ditët e fundit të Ramazanit, që ne para çdo objekti, para çdo mirësie ta përmendim Zotin Xheleshanuhu e të fitojmë epitetin garues me plot kuptimin e fjalës. Një ditë Sulejmani alayhi salam kalon pranë një fshatari, një bujku. E bujku habitet se
sa ushtri e fuqishme është e Sulejmanit alayhis salam, e sa pasuri të mëjme ka ky pejgamber. E ki duke dashur të i tregoje se mos e shiqo atë që kam une, por shiqohe në atë që bën ti për hir të Zotit xhaleshan. Respektivisht shiqohe se sa je prej përmendësve të Zotit të madhruar. E Sulejmani alayhis salam i drejtohet këtij njeriu duke i thënë, pasi që e kishte dëgjuar fjalën e këtij bujku duke thënë se sa mbretëri madhështore ka Sulejmani alayhis salam. E i kishte thënë, o njeri, të thuash vetëm një herë subhanallah, është më e vlefshme për ti se sa ta kesh ushtrinë time dhe pasurinë që kam. Nga se, e këtu është ajo e rëndësishme të nderuar besimtarë, nga se pasurinë që e kam është e përkohshme, ndërsa ajo çfarë fitojmë tek Zoti i madhruar përmes adhurimeve dhe përmes përmendjeve të Zotit xhaleshanuhu është e përhershme dhe shumë e shpërblieshme. Sulejmani alayhis salam na mëson edhe mua dhe ti nderuar i vëlla që pasuria e vërtet është në atë që ne e bëjmë me gojat dhe me pjesët e trupit tonë. Pasuria e vërtet është adhurimi, pasuria e vërtet është pastrimi i zemrës përmes fjalëve që Allahu dhe pejgamberi i tij na ka mësuar. Do të përmendim disa forma se si pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e përmendte krijuesin e tij. Mënyra e parë me të cilën i dashuri i Allahut e përmendte Zotin xhaleshanuhu ishte fjala astaghfirullah, pra kërkim falja. Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore na mëson ne si besimtar që përmes kërkim faljes njeriu arrin shumë mirësi në këtë dhe në botën tjetër. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: "Thumma astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dhe thumma astaghfiru rabbakum, edhe kërkoni falje nga Zoti juaj, nga se Zoti juaj është mëkatfalës. Thot përmes astaghfirullahit besimtari arrin të fitoje pasuri dhe familje të shëndosh. Arrin të sjellë bollëk në jetën e tij dhe gjithashtu përmes astaghfirullahit arrin që toka të bëhet e gjelbërt. Pra, të nderuar besimtar, kjo fjalë e Zotit xhaleshanuhu na bën me dije vlerën e fjalës astaghfirullah. Edhe pse shpesh e kemi cekur nëpër derse të ndryshme se Muhamedi alayhis salam gjatë bisedës me shokët e vet, ai e përsëriste ose adhuronte Zotin xhaleshanuhu përmes kësaj fjale 100 herë. Ne shpesh herë qëndrojmë në përkuvendime të ndryshme, por rrallë herë na shkon ndërmend ta përmendim Zotin xhaleshanuhu pa qoftë edhe një herë. I dashuri i Allahut me një kuvend gjatë bisedës që bante me shokët e tij, jo një herë, jo 10, por e përmendte Zotin xhaleshanuhu mbi 70 herë, me disa variante, me disa rivajete thuhet që e përmendte Allahun mbi 100 herë. Ne kemi probleme dhe halle, kemi dhe shqetësime, por kemi dhe dëshira që dëshirojmë të i realizojmë në jetën tonë. Po gjithashtu kërkojmë furnizim nga i madhi Allah. E përmes kësaj fjale i arrijmë këto mirësi. Thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Men lazima al-istighfara ja'ala Allahu min kulli hammin makhraja wa min kulli dhiqin faraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Au kama qala ar-rasul. Kush vazhdimisht e përmendën fjalën astaghfirullah, Allahu ja plotson dëshirat e tij. Allahu ja realizon kërkesat e tij. Ja largon brengat dhe hallet që i ka në këtë dunja dhe e furnizon nga nuk e mendon. Prandaj nderuar i vëlla, krahas lutjeve tjera, adhurimeve tjera që i bëjmë, mos e harrim fjalën astaghfirullah, nga se përmes kësaj fjale na plotësohen dëshirat, na largohen brengat dhe hallet, shqetësimet që i kemi
dhe na furnizon Allahu i mëdhruar nga nuk e mendojmë. Prandaj të thuash 100 herë në ditë Astaghfirullah nuk merr më shumë se sa 2-3 minuta. Por përmes kësaj fjale fitojmë shumë mirësi, qoftë për këtë dunja ose për dunjan tjetër. Të parët tonë e thonë një fjalë madhështore: Tuba limen wujide fi sahifetihi kathirul istighfar. I lumtur është ai njeri, i bekuar është ai njeri që në regjistrin e veprave të tij ka shumë thënie nga Astaghfirullahi. Kene e konsiderojmë njeriu të lumtur, të bekuar, atë njeri i cili ka pasuri, atë njeri i cili ka shtëpinë e mirë, veturën e mirë dhe kështu me radhë, edhe këto janë këtë në rregull, por sipas fjalëve të dietarëve islam, të parëve tonë, ato e konsideronin njeriu patlum, personi i cili në gojën e tij e ka shqiptuar shpesh fjalën Astaghfirullah. Dhikr tjetër përmes të cilës i afrohemi Zotit Xhaleshanuhu është fjala Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Ju dini se kur Muhamedi alayhi salam u ngjit në qiell natën e Mirajit, e pa Ibrahimin alayhi salam. Dhe Ibrahimi alayhi salam ju drejtua të dashurit ton me fjalët: O Muhammed, përcjellja u popullit ton selamin nga unë. I ki pejgamberi Zotit na çon mua dhe ti selam. Edhe prandaj në çdo namaz pas tehijatit neve na këshillohet që ta lexojmë Allahumme salli alan, Allahumme barik alan. Nga se në këta ditë dov përmendet Ibrahimi dhe familja e tij. E çfarë këshille tjetër i sjell Ibrahimi alayhi salam të dashurit të Zotit, thot: në xhennet ka tokë qiellore, e ka ujë të freskët, e mbjellja e xhennetit bëhet përmes fjalës së lartë përmendur. Çdo thënie subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar është baras me një mbjellje të një palme në xhennet. E kush nuk dëshiron që ta zbukurojë këtë vend të bukur me pallate të ndryshme edhe me palme të bukura. Dhikr tjetër përmes të cilës ose të cilit i afrohemi Zotit Xhaleshanuhu është fjala La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minadh dhalimin. E që në përkthim do të thotë nuk ka Zot tjetër përveç teje o Zot. Te subhanek, ti je i patëmeta. Inni kuntu minadh dhalimin, unë jam ai që i kam bërë padrejtësi vetes tonë. Do të thotë tu ka di konfirmime. Konfirmimi i parë se pranon se Allahu Xhaleshanu është i vetmi dhe pa asnjë nuksallëk. Dhe ajo njohja tjetër, pranimi tjetër, konfirmimi tjetër është se e kupton dhe e pranon dobësinë tënde përballë fuqisë së Allahu Xhaleshanuhu. E kush këtë fjali e thot, Allahu Xhaleshanuhu garanton me Kur'an, me ajet kuranor, se na zgjidh të gjitha problemet. Ju dini se këtë lutje e thot Yunusi alayhi salam në barkun e peshkut. E dini historinë e këtij pejgamberit të nderuar, nuk dua të hi në detaje, por në momentin që gëlltitet në barkun e peshkut, i ka qenë në 4 errësira. Errësira e parë ka qenë errësira e natës. Errësira e dytë ka qenë errësira e nënçmimit që ka marrë karshi popullit që kanë qenë në anije. Errësira e tretë ka qenë errësira e detit dhe errësira e katërt ka qenë errësira në barkun e peshkut. Në momentin që ki pejgamberi Zotit dhe Nuni i thot të fjalë, Allahu Xhaleshanuhu e shpëton nga barku i peshkut dhe na tregon edhe neve wa kedhalika nunjil mu'minin, e në këtë mënyrë ashtu siç e shpëtuam këtë pejgamber Yunusin alayhi salam, do t'i shpëtojmë edhe besimtarët, edhe njerëzit e drejtë, njerëzit e sinqertë. Prandaj përmes kësaj lutje të nderuar besimtarë,
ta adhurojmë Zotin xhalleshanuhu, që të fitojmë sevape të shumëfishta, e të largohen brengat, hallet e të na plotësohen dëshirat që i kemi në jetë. ويقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين.